Ekoparku është i drejt për drejt, është korupcion, konflikt interesi. E përfshirë familja e kryeministrit. E kam thënë e kaluar, të kam lënë dokumentat, më thonë që dikush e ka quar në SPAK, grupi parlamentar i opozitë. Nuk diskutohet që nuk hetohet. Nuk diskutohet që nuk hetohet. Një vit pas denoncimit skandali Ekopark mbetet një plagë e hapur për demokracinë shqiptare. SPAK ende nuk ka hapur hetim, ndërkohë që provat tregojnë se ky projekt u manipulua me urdhër të drejtpërdrejt nga kryeministri Edi Rama. Një video e fshehur tregon Edi Ramën duke inspektuar kantier në Porto Romanos ku tashmë po depozitoheshin mbetjet e tërmetit. Në imazh Rama urdhëron drejtuesit e insenatorit Elton Buallin se projekti duhet të përfundojë deri më datën 1 qershor 2021, por tenderi u shpall vetëm pas këtij takimi. Në tetor të vitit 2019 njoftoi konsumimi me vlerë 1.9 miliard lek. Në dhjetor Ministria e Financave kërkoi anullimin duke thënë se parat po shkonin për tërmetin, por në të njëjtën ditë Rama urdhëroi fillimin e përshpejtuar të punimeve. Ndër të tjera Welf Bylybashi u shpreh: "Kjo është korrupsioni i pastër, tenderi u anulluar formalisht, por në realitet projekti vazhdoi me komanda të drejtpërdrejta nga kryeministri", thot deputeti i Partisë Demokratike. Ndërsa pyetja që shtrohet është se pse SPAK vazhdon të heshtë, ndërkohë dokumentet e video flasin qartë se Ekopark është një skandal me emrin e Edi Ramës.